Deklarata e vëllait të Rogertit erdhi në një moment kur tensionet dhe komentet publike kishin filluar të rriteshin ndjeshëm, duke tërhequr vëmendjen jo vetëm të ndjekësve të spektaklit, por edhe të opinionit më të gjerë. Me një ton të qetë, por të prerë, ai zgjodhi të japë një mesazh që synonte më shumë uljen e situatës se sa për shkallëzimin e saj. Sipas tij, mënyra më e mirë për të zgjidhur çdo keqkuptim nuk është dalja në publik me deklarata të forta, por komunikimi i drejtpërdrejtë brenda familjes. Ai theksoi se gjërat mund të ishin menaxhuar shumë më ndryshe nëse do të ishte zgjedhur rruga e bisedës private. Do ishte më mirë të fliste privatisht, jo në televizor, u shpreh ai, duke lënë të kuptohet se ekspozimi i çështjeve personale në publik shpesh i komplikon më shumë situatat se sa i zgjidh ato. Ai shtoi se familja nuk ka asnjë interes për konflikt apo përplasje, përkundrazi, dëshiron qetësi dhe mirëkuptim. Sipas tij, rrugët e komunikimit janë gjithmonë të hapura dhe askush nuk është i penguar për të bërë një hap drejt pajtimit. Rrugët i ka të hapura, theksoi ai, duke nënvizuar se një telefonat e thjesht mund të kishte shmangur shumë nga tensionet e krijuara. Ideja e tij ishte e qartë, një bisedë e sinqertë mes njerëzve të afërt ka më shumë vlerë se sa çdo deklaratë publike. Në fjalët e tij, ai përmendi edhe një dimension tjetër të rëndësishëm, natyrën e vetë spektaklit. Ai kujtoi se brenda asaj shtëpie nuk ka vetëm debate dhe përplasje, por edhe momente pozitive, të cilat shpesh harrohen nga publiku. Aty brenda ndodhin edhe gjëra të bukura, tha ai, duke përmendur se banorët qeshin me njëri tjetrin, bëjnë shaka dhe krijojnë momente të sinqerta njerëzore. Kjo ishte një përpjekje për të balancuar narrativën dhe për të mos e reduktuar gjithçka vetëm në konflikt. Gjithashtu, ai bëri të qartë se familja e ndjek Rogertin dhe e mbështet në rrugëtimin e tij, por në të njëjtën kohë beson se qetësia është çelësi për të kaluar situata të tilla. Duhet më mirë të qetësohemi dhe t'i lëmë gjërat nga jashtë, se nuk ja vlen, u shpreh ai, duke dhënë një mesazh të fortë për publikun dhe të përfshirët në debat. Një pjesë e rëndësishme e deklaratës së tij ishte edhe mbrojtja ndaj Rogertit. Ai theksoi se ai është duke bërë lojën e tij, njësoj si çdo banor tjetër, dhe se kjo duhet respektuar. Rogerti po luan lojën e vet si të tjerët, tha ai, duke kujtuar edhe këshillin që i kishte dhënë para hyrjes në shtëpi, të bëjë një lojë sa më të bukur. Në fund, ai nuk la pa përmendur edhe një aspekt më të ndjeshëm, përfshirjen e familjarëve në debatet e lojës. Ai e konsideroi të papranueshme përmendjen e fëmijëve në këtë kontekst, duke e cilësuar si diçka që duhet të shmanget. Edhe Rogertit ja kam përmendur djalin dhe duhet të vi turp, u shpreh ai me një ton më të fortë, duke treguar se ka kufi që nuk duhen kaluar edhe brenda një loje. Megjithatë, ai e mbylli mesazhin me një qëndrim realist, kjo është pjesë e lojës dhe secili zgjedh mënyrën e vet për të luajtur. Por është loja e tyre, përfundoi ai, duke lënë të kuptohet se, pavarësisht gjithçkaje, secili mban përgjegjësi për veprimet e veta. Në tërësi, deklarata e tij ishte një thirrje për qetësi, komunikim dhe respekt, një përpjekje për të ulur tonet dhe për të rikthyer fokusin tek ajo që në thelb është një lojë, por që shpesh prek emocione shumë reale.